pikërisht ky krijues që krijoi qiejt e tokën e neve, gjithçka që krijoi, Allahu te barekutaala i bën apel thirrje njeriu e nxit njeriu për me studiue edhe për i tregon këtij njeriu që unë e di çka ka brenda kësaj toke, ama ty ta kom lënë amanet këtë tokë, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, tha unë ty të krijova si më kems këtu në këtë tokë, që ti ta hulumtosh këtë tokë, jo me ndaj gjithë ditën e lumën kafe, e me thonë, ky ashtu me i bajt, si thonë të na, fjallët e halkut. Po, mu quë djali mirë, e me krye fakultetin, e me krye magistraturë, doktoraturë, e me themelu institutet që merren me hulumtime shkencore, e me afru rinin, e me hecë për para, mos me metë që aty ku e metë hala, se jetë në provim e s'ka kush mo që të zjerë për ati provimi. Edhe që besa bohet vonë për ty e për mbarë kombin tanë. Prandaj, ai e din pra edhe që ka del prej saj. Vendet në zhvillim, që ne si shqiptar duhet të kemi lakmi ato vende, sepse ka edhe lakmi për mirë, që na duhet mi marrë si shembull ato vende të zhvilluara, edhe mos mu marrë halo me fjalë koti, me fjalë boshe, halo diskutojmë, do thot, gjona të shekujve të kalum, nuk, halo do më thonë, imagjinatash shpesher kur bisedojmë me vëllezër besimtarë për te oqeanit, halo si popull diskutojmë lëvizjen e lirë. Imagjina, mos me pas drejt, njeriu me lëvizje lirë, edhe me hulumtu, me pa tokën e Allahit, si Zotin Kur'an hesnin në për tokë. Allahu tregon lirinë e lëvizjes njeriu, lëvizja lirë. Ende diskutohet të na lëvizja lirë, ose liberalizim vizash, ose lëvizja lirë njeriu. Kjo është një katrahur e vërtet. Në shekullin 21 mu diskutu për ne, për kombin tonë mu diskutu lëvizja lirë. Imagjinoni, kjo është një temë hajgare me një kush. Çfarë drejtë ka një njeri mja mohu drejtën një njeriu tjetër, pa marrë parasysh çfarë kombi takon, çfarë drejtë ka ai mja mohu drejtën lëvizjes lirë, kush është ai? Kush ja ka dhënë atë drejtë? Pra kjo është për një kritik për mirë. Pra, nuk guxojmë na kombet e njerëzit mja mohu lirinë e të lëvizjes. Sepse kur ti ja mohon lirinë e lëvizjes, ti ja mohon lirinë edhe me i pas senet, me mësu diçka dhe me avancu dhe truni ti mos me merr një kuti shkrepse, një kuti të vogël. Po me kanë open mind, me ndje hapun. Dhe mu zhvillu ky njerëzim dhe ky planet që e ka emrin tokë.